Përshëndetje. Sot pam një shembje në një zonë të kryeqytetit e cila është mjaft e frekuentuar. Cilat sipas jush janë shkaqet e shembjes? Shite, këtu kemi një projekt i cili tregon qarta që ka pas mungesë të studimeve paraprake, domethënë në princip nuk janë zbatuar të gjitha normat e standardeve të ndërtimit, si dhe nuk janë bërë studimet e nevojshme, të cilat do ta kishin evituar një gjendje të tillë. Cilat masa duhet ndërmarrë për të evituar raste të tilla në të ardhmen? Në parim, Kosova momentalisht shërbimet e inxhinierisë kanë mungesa të mëdha të aplikimit të shërbimeve profesionale, rrjedhimisht mungojnë institucionet ose mungojnë shërbimet kualitative, të cilat do të kishin shmangur këto zhvillime sikur kjo sot që ka ndodhur. Zoti Xhoxha, falenderoj për këto informacione dhe kohën. Faleminderit.